Muaji maj sjell emocione të veçanta për nxënësit e klasave të para, të cilët hetin një hap të rëndësishëm në rrugtimin e dijes, duke përfunduar librin e abetares dhe duke kaluar në botën e leximit. Në shkollat e Kuçovës, kjo arritje u festua me një aktivitet të veçantë të organizuar nga mësuesit, prindrit dhe vetë nxënësit. Festa u zhvillua në ambientet e bibliotekës së qytetit, ku fëmijët sollën emocione përmes recitimeve, këngëve, vallëve dhe lërave të ndryshme argëtuese. Atmosfera festive u mbush me buzëqeshje dhe duartrokitje, ndërsa vogëlushët interpretuan me shumë dashuri dhe përkushtim programin artistik të përgatitur për javësh. Për prindrit dhe mësuesit, ky moment mbetet një kujtim i paharruar që simbolizon fillimin e rrugës së dijes për fëmijët. Mësuesit e klasave të para u shprehën se përfundimi i abetares është një sukses i madh për çdo nxënës, pasi tashmë ata kanë fituar aftësinë për të lexuar dhe për të shkruar fjalët e para të jetës së tyre. Në këtë aktivitet nuk munguan as interpretimet me motive tradicionale shqiptare, duke i dhënë festës ngjyra dhe emocion të veçantë. Festa e abetares vijon të mbetet një ndër momentet më të bukura dhe më emocionuese të jetës shkollore për çdo fëmijë.